Përshëndetje të nderuar miq, në mbyllje të vitit 2025, duke pritur vitin e ri me zhvillimet politike në botën shqiptare, do të flasim, do të zhvillojmë një intervistë për atë që ka ndodhur dhe atë që do ndodhë me zotin Ardit Gjinali, studiues, njohës i zhvillimeve politike, analist, njohës i mirë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë edhe me gjërë. Ardit, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Zoti Gjinali, me çfarë note do ta vlerësonit atë që ka ndodhur jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri në mbyllje këtij viti pranë trevat shqiptare, se kishim zgjedhjen në Maqedoni, në Shqipëri vazhdojnë problemet e rrëmuja këtu, në Kosovë kaloi përmes një krize gjatë që më në fund e gjeti zgjidhjen, pra tek trojet tona. Për sa i takon patjetër secila dinamikë në secilën prej vendeve që përbëjnë hapësirën shqiptare në rajon është e ndryshme. Dhe absolutisht që për secilin rast mund të përcjellim përgjigje të ndryshme për sa i takon dhe konteksteve në të cilat janë zhvilluar ngjarjet dhe për sa i takon realiteteve politike përkatëse, sepse janë padyshim realitete tërësisht të ndryshme. Nëse referohemi Shqipërisë, Kosovës, hapësirës shqiptare në Maqedoni, apo dhe më gjërë nëse përmendim edhe faktore shqiptar martëzi apo dhe përshërë. Megjithatë, padyshim që Kosova ka qenë kryefjala politike për sa i takon ngjarjeve në tërësi, duke patur parasysh të gjithë rrugtimin e gjatë politik dhe krizës së vazhdueshme që filloi me zgjedhjet e shkurtit dhe më pas vijoi gjatë gjithë muajve, dhe që përfundoi me procesin zgjedhor të datës 28 dhjetor, përkatësisht dielën e shkuar, ku vullneti i qytetarëve të Kosovës përcaktoi një fitues të vetëm për sa i takon të drejtës për të krijuar qeverinë, dhe nga ana tjetër shohim dhe tre parti të tjera parlamentare, flas si gjithmonë për sa i takon partive të përkatësisë etnike shqiptare, për te vendeve të parashikuara për pjesën e minoriteteve që janë 20 në parlamentin e Kosovës, dhe konfigurimi politik është i njëjtë në kuptimin që në 4 vitet e ardhshme do të kemi lëvizje vetëvendosje si parti e parë e cila do të krijojë dhe qeverinë e vetme, dhe nga ana tjetër 3 partitë në opozitë në legjislaturën e shkuar, përkatësisht Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Armiqin e Kosovës, të cilat në fakt janë të renditura në të njëjtën mënyrë që unë edhe përmenda emërtimet përkatëse të këtyre partive. Zgjedhja shënua në fundin e një rrugtimi krize politike, e cila absolutisht u shpërfaq edhe në segmente të tjera të jetës institucionale dhe shoqërore në Republikën e Kosovës. Vullneti dhe verdikti i qytetarit të Kosovës u dha, padyshim që ky vullnet duhet respektuar, për te faktit që secili ka të drejtën për të gjykuar dinamikën dhe patjetër dhe gjithë zgjedhjet politike të fituesit të këtyre zgjedhjeve dhe gjatë periudhës krizës. Pra, lëvizja ishte fituesja absolutisht të këtyre zgjedhjeve, por kjo fitore nuk e largon nga përgjegjësia kryesore që lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti posaçërisht si lideri i saj pati për sa i takon të gjithë krizës së këtyre 9 muajve. Përgjegjësinë kryesore në fakt për sa i takon krizës së këtyre 9 muajve dhe implikimeve që kjo krizë solli dhe në raportet me aleatët e partnerët, ku veçojmë pezullimin e dialogut strategjik. Po, do dalesh edhe aty, po të lutem, përpara se kalojmë tek Europa dhe SBA e së nesërmes, ju lutem, tani kush mendoni që do ta ketë më të vështirë, Albin Kurti të rishpik veten në mandatin e tretë, pra te kabineti, tek sfidat, apo opozita për të riorganizuar, sepse ata duken në momentin më të keq të gjitha palët. Shikoni, për sa i takon qeverisjes së zotit Kurti në planin e brendshëm, mendoj që nuk do të ketë
surpriza apo pritshmëri të ndryshme nga ajo çfarë kemi parë në 4 vite të shkuara. Në fakt, fabula politike e zotit Kurti gjatë fushatës zgjedhore, si në muajin shkurt, ashtu dhe tani, në fakt nuk kishte shumë lidhje me bilancet qeverisëse dhe me platformat të mirëfillta, të cilat ofrohen dhe përcillen në vendet me demokraci të konsoliduar, por edhe në vendet të cilat të hapësirave tona ballkanike, platforma qoftë edhe formale. A kemi shumë populizëm. Pa dyshim që aty këtu pati disa pika të përmendura, po kryesisht kryefjala e retorikës politike ishte çlirimi i pretenduar i veriut dhe nga ana tjetër investimet në ushtri dhe për sa i takon perspektivës në investimet sërish në një të fushë që është ushtria dhe mbrojtja. Pra praktikisht retorika dhe fabula e zotit Kurti kishte të bënte me krijimin e një atmosfere, një gjendje jo shumë të zakonshme, e cila padyshim e bën Kosovën që të jetë në çdo moment gati ndaj të papriturave sipas tij, që mund të ngjasin Kosovës si rezultat i konteksteve rajonale dhe më gjërë. Nga ana tjetër, më duhet të them faktin që patjetër zoti Kurti gjatë muajve të krizës politike për shkurtit ndërtoi me një mjeshtëri politike, një kurs politik për partitë e grupit opozitar, udhëhoqi dhe drejtoi retorikën politike dhe absolutisht që partitë opozitare pa dashje ndoqën retorikën e tij politike dhe thjesht ishin në segmentet caktuara kohore, thjesht dhe politikisht në përgjigje të veprimeve dhe strategjive që zoti Kurti dhe kushteve që zoti Kurti ngrinte ndaj tyre. Nuk e ndërtuan konceptin e vet. Por nuk patën në momentet caktuara vizionin dhe qasjen që të dinin përtej strategjisë zotit Kurti dhe që të udhëhiqnin fabulën. Pra ngjarjet ndodhën, por fabula ishte ndërtuar fatkeqësisht nga zoti Kurti dhe thjesht opozita ishte konsumuese politike e fabulës që zoti Kurti ndërtoi, ngjarjeve të cilat ai i drejtoi drejt asaj rrjedhe që ai e konsideroi të volitshme dhe të përshtatshme, dhe më pas kulmoi në momentin ku ishin përpara dilemës, në thonjza dilemës, së 2 datave 21 apo 28, afate kushtetuese patjetër, dhe vendosja në fund, për sa i takon zhvillimit zgjedhjeve 28 dhjetor, që ishte epilogu nga njëra anë i të gjithë dramës politike të konsumuar në kohë, por të orkestruar nga zoti Kurti, dhe nga ana tjetër ishte dhe padyshim kurorëzimi i këtij kushti dhe plani në një fitore e cila duhet thënë, dhe duhet kemi as pak dorë ta themi, që dhe nëse kalon numrat e vitit 2021, nuk është fitore fryme, por është fitore e mbështetjes patjetër për lëvizjen vendosëse zotit Kurti, plus element të inxhinierisë politike dhe zgjedhore të aplikuara si rezultat i ndikimit dhe ushtrimit të qeverisjes. Pra, këto zgjedhje... Po, gjithmonë partia e qeverisjes ka një inerci më shumë. Patjetër, po përtej kësaj, këto zgjedhje në raport dhe me zgjedhjet e shkurtit, ne vërejtëm që ndikimi i partisë në pushtet të i kaloj ata avantazhin e natyrshëm që ka çdo qeverisje në secilin vend normal demokratik. Ndikimi i të gjitha segmenteve të pushtetit absolutisht ishte shkaku kryesor për kalimin e fazës dhe numrit magjik për të krijuar dhe për të mundësuar krijimin e qeverisë vetëm. Nuk po mohojmë fitoren, nuk ishte e pritshme që lëvizja vendosëse do ishte forcë e parë. Nuk po mohojmë fitoren, por ama nuk duhet që të heshtin dhe
të tejkalojmë dhe këtë moment. Opozita, nëse ma lejoni një fjali, opozita bëri një gabim politik në momentin kur pati një diskutim mbi zgjedhjet lokale në post-zgjedhjet lokale në Mitrovicën e Jugut, për sa i takon dyshimeve të cilat ishin për pjesën e manipulimeve të mundshme. Për te kalimit të gjitha fateve dhe te kalimit të gjitha hallkave në secila për instancave të institucioneve zgjedhore, opozita, të gjitha partitë e grupimit opozitar duhet që të përcjellin që në atë moment një mesazh politik duke patur parasysh që zgjedhjet e dhjetorit po vinin. Por secila prej partitë cilat nuk ishin në raundin e dytë thjesht e tejkaluan, dhe partia e cila ishte përballë zotit Kurtit nuk ndërmori veprimin politik të dur pikërisht për të sensibilizuar më shumë dhe për të kufizuar secilën ndërhyrje të mundshme në zgjedhjet e dhjetorit, të cilat në fakt ishin jetike për zotin Kurtin në funksion të vizionit që ai ka për qeverisur gjithmonë vetëm. Sepse kriza politike në Kosovë në fund ditës erdhi për faktin sepse lëvizja vendosje për te gjithës nuk pati vullnetin për të gjetur konsensus dhe numrat brenda kuvendit, pavarësisht se që fabula u ndërtua që ishte opozita shkaku. Kjo fabulë u ndërtua me sukses në fakt, dhe absolutisht që rezultatet janë këto që janë. Për sa i takon partive të grupimit opozitar, janë parti me profile të ndryshme, dhe secila prej këtyre partive do të ketë qasjen e dinamikën e vet, mendoj, për sa i takon. Mendoni që komandantët duhet ta lirojnë fushën, se ndoshta më shumë po bëjnë dëm tani? Në mënyrë direkte apo indirekte? Në gjitha mënyrat. Shikoni, mendoj që siç e nisa idenë, pra secila prej partive ka specifikën e vet politike. Dhe secila do të ketë qasje të ndryshme në përballimin dhe në mënyrën se si do t'i qaset ti rezultati zgjedhor dhe strategjisë që do të ketë për sa i takon opozitarizmit. Patjetër që të tre partitë takohen në parlament në kuptimin politik dhe secila ka absolutisht detyrë politike që buron nga vullneti i elektoratit të Kosovës për sa i takon opozitarizmit. Nëse do t'i merrnim shkurtimisht secilën prej partive, Partia Demokratike e Kosovës është pak a shumë në numrat e politik të datës 9 shkurt, nga njëra anë. Ka një status quo. Ka një status quo, nuk ka pësuar një humbje dramatike në raport me 9 shkurtin dhe është brenda numrave të saj politik normal prej vitit 2019. Dhe praktikisht rezultati është i njëjti. Pra, kohezioni i partisë është aty, por pa dyshim që kjo parti nuk ka arritur dot të dalë përtej sinorit të vet partjak. Cila do të jetë qasja, cila do të jetë sjellja, cila do të jetë strategjia që do të ndërmarrë PDK-ja, së pari unë mendoj që do të presin absolutisht vendimin e gjykatës në muajin mars. Dhe nga ana tjetër do jetë pjesë e një procesi të brendshëm nëse figurat historike e kësaj partie do vendosin që të jenë jashtë politikës aktive apo do të kenë të njëjtën angazhim, njëjtë si momentin në cilin ata u dorëhoqën dhe u përballën me procesin përkatës. Në këtë moment përgjigja ende nuk është e mundur në kuptimin që sfida përpara drejtësisë është hapi i parë. Përpara se të flasim për individët politik, zotin Saçi, zotin Veseli, momenti para të cilit ata ndodhen, mendoj që na kufizon për të gjykime politike. Nuk po i shmangen përgjigjes, por mendoj që na kufizon për të gjykime politike, atë padyshim që ata kanë përgjegjësitë e tyre politike. Deri në momentin që kanë ushtruar politikën aktive në Republikën e Kosovës, por në këtë moment unë do të preferoja që mos flisja për individët politik. E kisha fjalën më shumë kur fola për komandant më lart edhe në partitë e tjera, por edhe në këto parti, edhe të PDK-ja, po në nivelin tani që nëpër ato bajraket e zonës, baraqet, kemi pasur debate mjaft edhe mes të PDK-ja, Lushtakut, Radrosit, por edhe emrave të tjerë. Pra,
ndoshta është Hamza është thjesht një menaxher aty që po bën qefin gjithëve duke mbajtur pra pa shtyrë përpara partinë, thjesht po e menaxhon për shkak të këtyre figurave. Gjykimi mbi Partinë Demokratike të Kosovës nuk mund të jetë i plot duke patur parasysh të gjithë situatën dhe dinamikën politike të Partisë Demokratike të Kosovës gjatë këtyre 5 viteve për shkak të situatës juridike të liderëve historik të partisë. Kjo na kufizon që ne t'japim një mendim të qartë për Partinë Demokratike të Kosovës dhe t'japim në një gjykim edhe më të thelluar në raport me partitë e tjera, për faktin se specifikat janë të tilla dhe secili moment i tanishëm i mendimit të mundshëm politik mund të keq kuptohet dhe si një mendim përtej politikës dhe për sa i takon dhe situatës apo një qëndrim indirekt në situatën juridike të dy liderëve historik të partisë. Për këtë arsye ju thash që përtej kësaj, për këtë arsye unë u rezervova në gjykimin politik dhe si edhe nga ana tjetër, në vetvete situata politike e PDK-s e bën të tillë dinamikën që ndoshta reformim i plot i mundshëm nuk ndërmerret dot për sa kohë që partia gjithmonë është dhe mes politikës dhe mes juridikës, në kuptimin që patjetër që dhe është e natyrshme që dhe duhet ishte edhe për te PDK-s që sensibiliteti në lidhje me fatin juridik të dy liderëve historik, patjetër që dikton edhe sjelljen e PDK-s dhe pamundësinë e PDK-s ndoshta për të menduar tërësisht politikisht dhe strategjikisht në kuptimin politik të fjalës. Për sa i takon lidhjes demokratike të Kosovës, rezultati patjetër ishte një befasi, personalisht nuk e prisja rezultatin e ulët të lidhjes demokratike të Kosovës duke pasur parasysh më shumë se lista serbe. Duke pasur parasysh dinamikën rritëse të lidhjes demokratike të Kosovës më në shkurt, po dhe në muajin tetor, pavarësisht që ishin zgjedhje vendore, sërish lidhja demokratike e Kosovës ishte në rritje në raport me shkuarën politike. Ky rezultat patjetër që do të jetë, mendoj, filtr i analizave dhe diskutimeve partijake dhe jo vetëm, që do të drejtojnë më pas strategjinë e sardmes për sa i takon lidhjes demokratike të Kosovës, duke gjykuar dhe duke parë dhe mundësinë padyshim të ndryshimeve në leadership, ndryshime në strategji, në vizion, në qasje dhe shumë shka tjetër. Patjetër që është një situatë e vështirë, duhet parë dhe duhet trajtuar me maturi. Nuk ka vend për nxitime të cilat shpesh mund drejtohen në gabime. Mendoj që koha politike është përpara, proceset zgjedhore u përmbyllën dhe të paktën nuk parashikohen procese zgjedhore të rregullta në një kohë të afërt. Nga njëra anë, padyshim që kjo ndihmon lidhjen demokratike të Kosovës që të mendoj shtot, të gjykojë të gjitha rrethanat e brendshme në kuadër të organizimit aktual partisë, por në njëjtën kohë të mendoj edhe në një vizion për sa i takon dhe një hapje të mundshme të partisë në radhë parë me të larguarit, me njerëz të cilët nuk kanë angazhimin e qëndrueshëm gjatë këtyre viteve për arsye nga më të ndryshme, dhe më pas për të i kaluar edhe vetveten apo dhe shkurtin, rezultatin e shkurtit dhe për të vijuar më pas dhe një mënyre dhe një strategji ndoshta të re të lidhjes demokratike të Kosovës dhe qasjes ku tradicionalja dhe modernja të ndërthuren me njëra tjetrën në kuadër dhe një Kosove e cila padyshim që ecën ndryshe dhe përtej historisë dhe përtej traditës, cilat absolutisht që kanë vendin e tyre të merituar në historinë e Kosovës dhe lidhjes demokratike gjithashtu. Ndërsa Aleanca për Arbërinë e Kosovës është një parti e cila fatkeqësisht po vjen në blerje, numrat e saj kanë rënë nga viti në vit. Fatmirësisht pragu u kalua, por patjetër që dhe Aleanca për Arbërinë e Kosovës nuk
është partia politike e cila të ketë arritur prej kohësh tashmë numrin 2 shifror në përgjindje dhe njëkohësisht në ulset e kuvendit. Do jetë çështje strategjie zotit Haradinaj më pas, cilat do të jenë mënyrat dhe cilat do të jenë absolutisht aspektet e strategjisë që ai do të ndërmarrë për një rivitalizim të aleancës për armiqjen e Kosovës. Unë mendoj që përtej reformimit dhe përtej një qasje të re të secilës prej partive politike të grupimit opozitar në përputhje me profilin politik të secilës, u mendoj që duke pasur parasysh sistemin zgjedhor që Kosova ka, dhe duke patur parasysh fakti që në bazë të dhënave, patjetër jo zyrtare, por bazuar në të dhënat e individëve, organizatave që kanë ndjekur procesin zgjedhor në Kosovë, të paktën rreth 150.000 qytetarë rezident në Republikën e Kosovës nuk kanë votuar në raport me zgjedhjet e shkurtit, që dëshmon që në Kosovë mund të ketë dhe hapësirë dhe për subjekte të reja politike, të cilat mund të plotësojnë pikërisht një boshllëk të besimit që segmentet e elektoratit të Kosovës kanë si ndaj lëvizjes vetëvendosje, po ashtu dhe ndaj 3 partive të cilat mund të quajmë partitë tradicionale. Dhe ndoshta mund të formosohen dhe alternativa të reja politike, të cilat mund të përgatisin absolutisht terrenin politik për një realitet politik ndoshta ndryshe në 4 vitet e ardhshme dhe për absolutisht për ndërtuar dhe një vlerë të shtuar në opozitarizëm, pra krahas opozitarizmit parlamentar të 3 grupimeve politike që do të jenë në parlament, përballë lëvizjeve vetëvendosje, mundet që lëvizjet e reja me një moral konsoliduar, të paparagjykuara, drejt apo jo drejt, për shkak të shkuarës politike, mundet që të përbëjnë absolutisht një rikthim dhe rizgjim të interesit të segmenteve të popullsisë dhe qytetarisë kosovare tek politika në tërësi dhe njëkohësisht dhe rritje sensibilitetit publik dhe ndaj absolutisht qeverisjes, e cila unë mendoj që do të jetë në rrjedhën e rutinën politike të 4 viteve, patjetër më e konsumuar. Por për ta nisur mandatin e tretë Kurti në raport me ndërkombëtarët, mendoni që do mjaftoj Konjufsa si ministër i jashtëm, apo si mund të rinisen raportet me Shtetet e Bashkuara? Se Bashkimi Evropian, hoqi sanksionet, edhe një fillim i mirë në këtë mandat të tretë, por me Shtetet e Bashkuara çfarë ndodh? Mendoj që nëse do të ekzistonte përgjegjësia e dur politike qeverisëse nga ana e lëvizjes vetëvendosje, patjetër që mendoj që Ministria e Jashtme dhe politika e jashtme në tërësi duhet rikonceptuar me një model dhe një dimension të ri, me një ritëm të ri, një ritëm i cili ka qenë absolutisht as pak i volitshëm gjatë periudhës 4 viteve të shkuara, dhe mendoj që pozicioni i ministrit të jashtëm duhet të ishte një pozicion ekzekutiv, por që duhet të kalonte politikën dhe duhet të kalonte absolutisht emrat e përveçur dhe figurat e lëvizjes vetëvendosje. Mund të ishte një personalitet i spikatur politiko-diplomatik dhe duhet parë absolutisht si jashtë vetëvendosjes. Mund të ishte edhe jashtë vetëvendosjes, mund të ishte absolutisht dhe ndoshta një figurë publike. Ju po bëni këtë analizë, ndoshta po e bëni duke pasur në mendje një emër. Më shumë se sa një. Po, mund të jetë një. Jo, mos kalojmë në emrat përveçur, le të merremi me identitetet, janë shpesh më të shëndetshme se sa emrat e përveçur. Vështirë që të jesh figura të pa anatemuara. Që krijojnë keq kuptimin dhe përcjellin ndonjëherë atë ndjesinë e sponsorizimit të emrave të caktuar, apo përcjelljes mesazheve të caktuara. Por identiteti ka më rëndësi
në pozicione të tilla si ministri i jashtëm, absolutisht që identifikimi dhe ndërtimi i disa kritereve profesionale dhe individuale të figurave të caktuara shtetërore, mendoj se të i kalon dhe duhet të i kaloj absolutisht ambicien politike të një apo dikujt tjetër në një grupim politik, sepse janë pozicione shumë të rëndësishme dhe në shtetet konsoliduara, për tepër në një shtet të ri si Kosova, që ka ende shumë rrugtim, ka sfida, ku sfida absolutisht kryesore është gjallërimi dhe rikthimi i dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara, absolutisht rinxjerrja në pa dhe nxjerrja nga sirtarët e aplikimit të Kosovës për Bashkimin Evropian, shtyria përpara e procesit antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, është shumë i rëndësishëm politikisht si hap, duke pasur parasysh investimin e jashtëzakonshëm të Serbisë për pengimin e këtij antarësimi, dhe nga ana tjetër, mos ta harrojmë faktin të ringjalljes institucionale dhe politike të procesit të njojeve, ku kryesorja absolutisht mbetet përfundimi i procesit të njojës me Vatikanin, që është shumë i rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Patjetër që ka dhe sfida të tjera shumë të rëndësishme. Sfida më e madhe ndoshta është Kurti në Shtëpinë e Bardhë, mund të ndodh. Rëndësi ka që rifillimi i dialogut strategjik dhe nga ana tjetër afirmimi i faktit që angazhimet e vendosura nga ana e Shtetit Bashkuara të Amerikës, të shndërruara tashmë dhe në pika zyrtare në strategjinë e miratuar nga ana e Shtetit Bashkuara të Amerikës, si detyra të cilat duhen përmbushur nga Republika e Kosovës, mendoj që janë shërbimi më i mirë shtetëror dhe patriotik që qeveria e re që do të marrë detyrë do t'i bënte Kosovës, por absolutisht do të ishte edhe në përputhje me vullnetin e aleatëve më të rëndësishëm që kanë garantuar dhe garantojnë absolutisht sigurinë nga njëra anë, por në gjithën kohë edhe rrugtimin politik ndërkombëtar të Kosovës në tërësi si entitet shtetëror, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Gjinali, dhe diçka të fundit kam për momentin në hapësirën shqiptare, kush i ka kotat më mirë, kush është më lart, Rama apo Kurti? Janë operojnë në dy realitete të ndryshme. Rrugtimi i tyre politik është i ndryshëm. Janë dy individualitetet ndryshme, patjetër që si secili individualitet ka pikat e takimit, është njëjtë si dhe elementet që i dallojnë nga njëri tjetri. Të dy mbeten dy politikanë të cilët kërkojnë të tejkalojnë kufit politik të hapësirave që udhëheqin. Dhe patjetër që gjatë këtyre viteve kemi qenë dëshmitar të shpërfaqjes së rivalitetit mes tyre në skenat politike përkatëse të hapësirës shqiptare, si në Maqedoninë e Veriut, në Preshevë apo dhe në Malin e Zi gjithashtu. Zoti Rama në fakt ka patur pozita antagoniste me secilin prej kryeministrave të Republikës Kosovës, përfshirë dhe me presidentin Saçi për sa i takon çështjes Ballkanit hapur, nga njëra anë. Nga ana tjetër, patjetër që për sa i takon marrëdhënies me zotin Kurti, ka qenë një marrëdhënie me ulje ngritjet e veta, që ka njohur patjetër ulje gjatë gjithë kësaj periudhe. Kjo dëshmohet dhe nga fakti që dhe mbledhjes simbolike të qeverive për vitin 2022 nuk datojnë për atij viti dhe nuk ka pasur më
të paktën unë nuk kujtoj të ketë patur mbledhje mas vitit 2022 në dijenin time. Dhe mendoj që ishte edhe kuvendi përbashkët, pastaj problemet e sanksioneve të Kosovës, viti zgjedhor ky që sapo po mbyllet. Mund të gjejmë, patjetër që mund të gjejmë secilin prej arsyeve, por faktet janë këto. Cili është më i kuotuar, mendoj se nuk është çështje kuotimi, por është çështje e bashkëpunimit, i cili normalisht nuk duhet mungojë, dhe që ka munguar si rezultat shpesh nga njëra anë e Tiranës në tendencën e saj të një patronazhimi modern politik të secilës hapësirë shqiptare, patjetër që edhe në disa momente, edhe nga disa ndërhyrje të zotit Kurti, të cilat ndoshta janë parë dhe përcjell patjetër me një qëllim ndoshta edhe të ndryshëm nga vetë qëllimi i zotit Kurti. Unë mendoj që të dy përfaqësuesit e dy hapësirave më të mëdha territoriale të hapësirës shqiptare në rajon, mendoj që janë sa të ndryshëm, aq edhe të njëjtë me njëri tjetrin, por padyshim që janë të njëjtë në ambicien që ata kanë për sa i takon tejkalimit të ndikimit dhe udhëheqjes në hapësirat territoriale ku ata drejtojnë. Dhe padyshim që ky rivalitet mes tyre ka dëmtuar çështjen shqiptare dhe interesin shqiptar, interesin politik shqiptar në rajon. Gjinari, të falenderoj shumë për bisedën edhe të uroj një vit të mbar. Gjithashtu punë të mbar, festa të mbara dhe faleminderit për ftesë.